Flamurtari ka kaluar në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë pas fitores 1-0 me Partizanin në ndeshjen që u zhvillua për herë të dytë pas vendimit të Komisionit të Disiplinës. Sfida u luajt për 120 minuta pasi koha e rregullt përfundoi në barazim pa gola dhe në pjesën e dytë të shtesës vlonjatët arritën të shënonin golin e vetëm të këtij takimi. Denis Mema shënon nga pika e bardhë, ndërkohë që reagimi i Partizanit nuk ka mundur të sjellë golin e barazimit, por përpara të kuqt patën shënuar një gol, por që u anulua nga anësori për jashtë loje. Në fushë pati edhe momente të theksuara nervozizmi mes lojtarëve, por edhe stafeve të dytë skuadrave. Sa për incidenti që lojtarët e Partizanit që provokuan këtë, pasi gjyqtari jemi falë lojtarët, flamurtari nga kjo anë disiplinore nuk ka asnjë problemi, dhe duhet të dalte tek ajo që flamurtari është skuadra më e goditur nga gjyqtarët dhe nuk e kuptoj problemin tim Duro. Në fund të ndeshjes, trajneri i Shpëtim Duro ishte tepër i irrituar me gjyqtarët e takimit, madje duke thënë në gjaktësi e sipër se ky ishte fundi i periudhës së tij si trajner i Partizanit. Maskarad arbitrimesh ndaj Partizanit, sot ishte fundi i asaj periudhe që unë drejtoj Partizanin. Nuk do të diskutoj problemet teknike të lojës, po mendoj sinqerisht të them, sot mendoj të largohem nga Partizani. Edhe në qoftë se do largohem, vje keq për këto djem që kanë 9 muaj që nuk morin as 100 lekë, dhe këto maskarej arbitrash, këto plera, tallën me djersën e këtyre. Në qoftë se do ika Partizani, vetëm se vje keq për këto djem i lëngshëm në gjysmë rrugës. E them me plot goje, ishte një totallën me djersën e këtyre. Kem 3 neshe me flamurtarin, 3 penalti. Është e pamundur të rezistosh. Është fundi thash i një arbitrimi skandaloz. S'di çfarë them. Pas kësaj ndeshje të zhvilluar në fushën Asnjanse të Durrësit, flamurtari do të përballet në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë me Shkumbinin, ndërsa çifti tjetër është ai mes Tiranës dhe Vllaznisë.